totalisht të panevojshme, sepse ju e dini që ka pasur vonesa të jashtëzakonshme. Po vetëm nëse mund është pak më. Faleminderit. Ka pas vonesa të jashtëzakonshme në krijimin e institucioneve. Dhe besoj që kjo është edhe një tentim tjetër për vonesa, të cilat, siç e dini, e kanë dëmtuar interesin e Kosovës. Janë bërë shumë muaj pa qeveri e cila do të kishte mandat të plot kushtetues, sepse siç e dini, me ligjin për qeveri, kompetencat e qeverisë në detyrë janë të limituara, kështu që është në interes të Kosovës që sa më parë, tash pasi që kuvendi është konstituar, në përputhje me aktgjykimin e fundit të gjykatës kushtetuese, që të kemi një qeveri me mandat të plot. Krijimi i qeverisë pastaj mbaret tërësisht nga koalicionet mes partive politike dhe aty si presidente unë nuk mund të ndërhyj. Besoj mund t'i pyesni partitë deri ku kanë arritur me këtë çështje, mirë po, është në interes të gjithë qytetarëve tonë pa dallim etnie që të kemi institucione me mandat të plot kushtetues, kështu që vonesa e listës serbe, se si jena në debat. Kështu që vonesa e krijuar që po tentohet të krijohet nga lista serbe i dëmton interesat jo vetëm të Kosovës si shtet, por edhe të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës, përfshi edhe të serbëve që jetojnë në Kosovë, sepse kur nuk ka qeveri, kur nuk ka institucione stabile, pastaj edhe vendimet të cilat janë në interes qytetarëve nuk mund të merren. Tash për datën e saktë të vendosur për atë çështje nëse vim deri te një situatë e tillë ku as partia e parë dhe as kushdo që mund ta ketë mundësinë e dytë, sepse ajo është në diskrecion të institucionit presidentes, nuk arrin, atëherë janë afate të caktuara me kushtetut, por edhe me aktgjykim të gjykatës kushtetuese. Ka disa aktgjykime në fakt lidhur me këtë temë që e qartësojnë këtë çështje, por pastaj afati që japet është 30 deri 45 ditë. Dhe këtë datë unë do ta vendos në përputhje me interesat e Kosovës dhe pas konsultimit me partitë politike. Mirë po, unë nuk do të ngutesha që të jap supozime se do të dështohet në krijimin e qeverisë, ka ende edhe pak kohë, ta shohim. Shpresoj që të ketë angazhim maksimal për krijimin e qeverisë Kosovës, sepse qytetarët kanë votuar me datën 9 shkurt të këtij viti që të kenë institucione, jo që të rikthehen në zgjedhje. Tash sa i përket vendimit të gjykatës kushtetuese, gjykata e ka lirinë dhe pavarësinë e plotë që të vendosë në përputhje me kushtetutën, kështu që unë nuk mund të supozoj se cili do të jetë vendimi final i gjykatës lidhur me kërkesën e listës serbe. Vrojtimi im ishte në kontekstin politik dhe të drejtave të qytetarëve tonë, pra çdo vonesë tutje i shkel të drejtat e qytetarëve tonë, të cilët kanë të drejtë që të kenë institucione me mandat të plotë, të cilat marrin vendime në interes të tyre. Sa i përket përpjekjeve të partive politike, po rikthehem pak te përvoja ime kur kam qenë edhe unë në parti, shumica e këtyre diskutimeve mes partive politike ndodhin prapa dyerve të mbyllura, shpesh herë ju e merrni vesh shumë vonë, madje nganjëherë edhe ne që ishim në parti e merrnim vesh shumë vonë, ju kujtohen disa prej koalicioneve të tilla, pra unë nuk do të sugjeroja që nuk ka përpjekje, sepse vetëm pse ne nuk i dim, nuk do të thotë që ato nuk janë duke ndodhur. Nuk jam e sigurt nëse ka përpjekje, nëse ato janë të mjaftueshme, sepse si presidente nuk ndërhyj në diskutimet mes partive politike, thjesht çka mund të bëj është t'ju uroj suksese të plota në krijimin e qeverisë, e cila do të marrë vendime në interes qytetarëve. Faleminderit.